Moderatorja dhe influencerja e njohur, Kiara Tito, ishte përgjigjur ndjekësve të saj në një seson pyetjesh në Instagram, ku një prej tyre e pyeti se si ndihet kur njerëzit flasin negativisht për bashkëshorten e saj, Luiz Ellin. Në pyetjen si ndihesh kur bashkëshorti çfarë nuk i thon fjalët më negative dhe si ndihet ai, Kiara dha një përgjigje të qetë, por me domethënie të thellë. Kur dikush flet keq për ty, zakonisht tregon më shumë për gjendjen e tij sesa për ty. S'më prek, disa thjesht kanë nevojë për ndihmë, jo përgjigje. Moderatorja shtoi gjithashtu se as bashkëshorti i saj nuk e merr mundimin të reagojë ndaj fjalëve të këqija apo shpifjeve që qarkullojnë në rrjetet sociale. Pastaj Luizin e keni parë, besoj që nuk merret me llafe dhe as nuk e bën përshtypje shfifjet dhe mallkimet e disa njerëzve që nuk kanë një jetë. Me këtë deklarat, Kiara duket se dërgoi një mesazh të qartë për ata që përpiqen të përfshin çiftin në komente negative apo debate publike duke treguar se ata zgjedhin të qëndrojnë mbi negativitetin dhe të fokusohen në jetën e tyre. Na duhet të rikujtojmë se Kiara Tito është moderatore në spektaklin e humorit dhe jeta e saj profesionale po shkon më së miri. Njëjtë po ashtu, edhe angazhimet artistike të Luiz Ellit po shkojnë më së miri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.